Po mendoj që Kosova është më e cënueshme se një do prejlante në rajon. Edhe jam I bindur që luta hibride në mënyrë më të sofistikuar në Kosovë është përdorur në kohë gjatë. Kemi qenë cak jasoj lutë që në kohë gjatë. Një pjesë e madhe jona e di. Në laboratori. Absolutisht apo. Çka ka qenë synimi I lutës hibride në Kosovë? Synimi ka qenë fillimisht me na sjellë në situata të hutimit. Mos me qenë më të sigurt çfarë dojmë, tash kualiteti I përfaqësimit parlamentit të Kosovës është gjithmonë më I breshtë për to. Jo më I keq. Më I breshtë. Unë po besoj që nuk janë gabim listat e hapura. Sistemi me listë funksionon edhe tjetër kund, nuk është problematik për se, nuk ka listë. Lista hapur në funksion që cili do kandidat që ka mbështetje më të madhe me unë rangu më lartë listën e mundësia. Nuk është problemi aty. Problemi është te vota preferenciale e cila është totalisht e kurrë. Është krejtësisht e kurrë, ka ndodhur për shkak se fillimisht ka ndodhur për shkak të frikës disa përfaqësuese që mundën me pas ndryshime në listë